Përshëndetje, sot du më ju tregu se qysh hapet një kanal i YouTube-it shumë lehtë. Etapa parë është shkon në Google, e qel një akont në Google edhe lidhesh me Google. Prej atushit, veç del prej Google, shkon në YouTube, nëse se ki YouTube-in e teleshargjon aplikacionin e YouTube-it, shkon në YouTube, poshtë atje ku i ki për shembull që ki shtëpinë e marruar me short, e ki me Disney Plus, e në fundit e ki një njeri për shembull që je ti. Klikon ato, futesh mrena edhe ki me pas një emën nalt atje në kanalin tanë, edhe klikon emnin tanë, edhe prej atushit ti mundesh me hi e ki një laps të vogël në qash, e ki edhe mundesh me kliku ato edhe hen për me ndryshu emnin e kanalit që do me alon emnin Masanena. Edhe hen ato edhe ndryshon e shkruan emnin që ty të pëlqen ma shumë ti, edhe e regjistron qatë emën edhe jet qaj emën. Prej atushit nuk ki nevoj tjetër sa në kur gjo me bo. Etapa tjetër që do të me bo, me shku në Play Store edhe me teleshargju YT Studio. Do me thonë, është një program i YouTube-ës që pa ta ti nuk mundesh me bo lutjen për pagesë. E merr qatë kanalin edhe e regjistron në telefon. Qaj aplikacion ti jep krejt dhonat, analizat e videot e tua që i ke postu, që sa njerëz ti kanë këshyr videot, gjithçka analizat e krejt kanalit tanë, qaj program komi ti analizu. Veç një mos harroni me bo subscribe në kanalin tim për video tjera që do t'i postoj. Për ata njerëz që se kanë kuptu, kam mundu për me tregu e me spjegu se është shumë thjesht, po momentin që hin mrena edhe ka dalë mësuash, sa do një mësu qashtu. Po mos harroni me bo subscribe ose abonohu në kanalin tim për video tjera që me shku etap para etape. Që mos me i kalu sanet me thonë au se pika përcej si shpejt. Në YouTube nuk shkon ashtu. Momentin që ta jep qatë YT Studio, e merr atë teleshargjon edhe ato e shef në fundit e ki poshtë, e këqyr, e ki analizat, e ki shpijen, e ki sanet, edhe në fund e ki një shenjë dollarit. E klikon atë shenjë e dollarit, edhe kër e klikon qatë shenjë e dollarit, këmë të qit një program është një dishka që do të me dalë parafërsisht, do të me dalë qështu. Edhe këtu, që to vijat e verdha që janë të gata, do ma të vogla, do pika, do sene, këtu të kallëzën se do të mi pas për shembull për fillim do të mi pas 500 followera, subscribe, 3000 orë shikime mi bon, që me pas mundësi me dërgu ftesën për mu të pagu videot në të ardhmen. Për ndryshe nuk mundesh me bon videot e tua me pagesë. Do të pa tjetër në përmes qësaj YT Studio. E shkruni këtë YT Studio, për e kallëzoj edhe kështu qysh do këtë, që kjo është shenja YT Studio, e merrni qëto edhe nuk keni nevojë tjetër sen. Diçka që do të me ditë për shembull, videot me bon edhe short me bon janë dy senet ndryshme. Nëse don me qit video, mos harroni që videot bon me kamerë kështu. Telefoni do të me kon në ratë. Nëse don me bon short për YouTube, atëherë mundesh me bon videot me telefonin në kam, kështu për zgati. Po për videot, atëherë bani krejt videot se ju dalin ma mirë në kanalin e juj. Nëse videot kanë me dal, i ban me këtë telefonin kështu në kom, videot kanë me dal për zgati, po gjysë ekranit në televizore, në kompjuter, del e zbrast. Nëse ban me telefon kështu rat, atëherë edhe në kanalin tanë del video ma mirë, po edhe kur dikush ta këshyr video në televizion ose në kompjuter, nuk i del gjysa ekranit të shprast, po i del video jote e plot në komplet ekranin e televizorit. Ose kom ditë po kom su Masanena.
po jo mos me bo gabimin tem, atëherë ma mirë është me kohë me bo ato. Edhe çka disha me thonë diçka tjetër, se shumë e njerë po thëtë, jo po ti graje, punoje, jo po pse po rrene, pse. Unë jam të punu. Unë i kam 3 konta me pare që më paguën TikTok. Tash është që ky akonti i dytë i YouTube që jam të mundu me avansu, me ecë për para, që me pas një kanal edhe në YouTube. Një kam një tjetër, e jam të dosht më mundu me bon dhe këtë kanalin e dytë. Mos i ngoni njerës çka thujnë, ju jetoni e punoni për veti. E keni pa që shumë e njeri, shumë e gazetari, për shembull quhet në kom, ton ditën e lëmë na për qendër lypi njerës, veç me dhonë një intervjist, veç me full diçka. A me ndoni se janë të dolla ata pa para? Po, prej që aty në videot, për shembull, ai fiton pare që të në YouTube, i merë 3-4 euro, 5 euro, i merë mas pakti, i merë në mujt, prej që aty në videot. Unë e kum pa do gazetarët na përkatune, për i shkojnë na për shpia, veç ku për t'jen, na hërtlave, për terasët ato, edhe për thët intervjisë ku ardhë me ju këshyrë juve në katon. Tja po menon që dikosh është interesu me shku në katon, se për janin shka e qyshetën ai katonare atje me lapa. Po qëllimi është me bon videon. Qëllimi është me bon një video gjysore, 10 minuta, 20 minuta, 30 minuta, me kalzu diçka. Edhe me postu në YouTube. Për para, krejt ta vipat në thojza, për shembull pagushin para me shku në televizor. Ka 10.000, 20.000 euro pagushin me shku në televizor. Se ju deshke për me koni njofshëm. Sot televizioni po do të mi pagu ata për me shku ata në televizion. Se kanë bon, se cilë ka bon, kanë një kanal të YouTube 2, 3, dikush i ka 4, edhe nuk po ka nevoj tash me shkuaj më morë me televizionin. Televizionin për thetë në qëse ti ki nevoj për mu pagu mu në vi në emision tonin, po për ndryshe nuk vi, se ka televizionin e vetë. Nuk do me thonë që YouTube është televizioni i madh botnor. YouTube në këshyrë 7 miliard njerëz. Nuk do me thonë që videot e tua kanë me t'i këshyrë veç shqiptarët edhe u kry puna. Po veç shqiptarët me t'i këshyrë mjafton. Se në qëse një video i merë 200.000, 300.000, 400.000 shikime, logarete sa mund është me fitu ato. Veç merë në si shembull, një film për shembull ta filmat që po bon në për YouTube-a, po janë mas pakti 30 aktor. Me shka i pagunaj? Me YouTube i pagun. A i s'ka televizion në vitin, a e ka qatë kanal, me qato video, që i postan, me qato e pagun edhe 30 njerë që punojnë e që bojnë video, që bojnë filmin. Njerë njofte qëtë, 4 video në mujt, edhe i pagun krejt 30-35 vet, i pagun prej qasaj videos. Mos menoni që ka pak pare në YouTube. YouTube i ka shumë pare. Se reklamat më të forta në krejt botës postohen në YouTube. Në TikTok janë reklamat shumë dopta. 10-15 reklama i ka krejt TikTok, i ka 10-15 reklama, ose kanale tjera për shembull. Ky ka shumë avantazh. Lumi ai që e ka, lumi ai që e ban, edhe kur janë nis me marr para, atëherë kupton unë falenderon se çka është puna e YouTube. Për ndryshe nuk mundet me besu, sa mundet me marr. Ju përshëndes, mos harroni krejt me bë subscribe për video tjera, etapa tjera që kanë me ju dash se nuk është e lehtë, se shkon kogja kada po i baj video tjera për etapa tjera që keni me pas nevoj për ata që janë fillestar. Edhe do të mundohem se cilët me një pun që me pas mundësi në dhaj me pas një kanal YouTube-it si krejt bota, si shumica një pjesë e madhe që mirën me to. Edhe ju përshëndes se ka dhe një mirë, e shifim video tjera.